Atëherë, mirë mbrëma të gjitha nga Kishinevi, në Moldavi, jemi në stadiumin e ndeshjes Zimbru, ku do të luhet sfida e nesërme midis Shqipërisë dhe Moldavisë, sfidë e vlefshme për kualifikuesit e Europianit Euro 2024 për Gjermani 2024. Ne jemi këtu si zakonisht në konferencë tradicionale me trajnerin Silvinjo dhe me kapitenin Gjimshiti. Do të flasin për ju. Do ta nisim si zakonisht me Gjimshitin dhe pastaj me të mbaruar pyetjen me Gjimshiti, lojtari do i bashkohet ekipit. Ne do të vazhdojmë me trajnerin. Atëherë, një mikrofon të lutem, mikrofon. Po, përshëndetje së Gjani Super Sport, Berat, kemi arritur një pikë që është kulminante për ne. Atë kujton ndoshta deri ku mbrëmjen e Armenisë të pjesëmarrjes në Europian, ku ti dhe arrite për më tepër që të shnoje kjo mbrëmje që të kemi nesër me Moldavin. Mirëmbrëma të gjithëve. Po, sigurisht që ka kujtime, sidomos kur je prapë në aeroplan dhe ke prapë në të them në dorë për kualifikuesit. Sigurisht që të kujtohen ato momenta të bukura dhe momente pozitive dhe besoj ka qenë një ndjenjë shumë e mirë dhe sigurisht duhet ta përsëritim dhe besoj ka shumë lojtarë në këtë ekip tash që nuk e kanë përjetu atë që kemi përjetu disa që jemi pak më të vjetër, po sigurisht që do vim këtu dhe do japim që shka në fushë. Erion Tote, Televizioni Klan, Gjimi, ju kemi parë ndryshe nga ndeshjet e tjera të fundit të kombëtarës zyrtare ndaj po. Buonasera a tutti. Da, è un match importante pentru noi. A fost și meciul cu Armenia, tot a fost un match important, numai că data asta, în Moldova, e un meci ca și ceea ce din Armenia în trecut, numai că în meciul asta sunt fotbaliști care nu au avut experiența de a participa la Armenia și sper că ați fi un rezultat bun și la Chișinău ca și la Armenia. Atëherë, edhe një herë, Erion Tote, Televizioni Klan, Gjimi, ndryshe nga ndeshja me Poloninë apo edhe me Çekin, që kishit ose të paktën reflektonit një entuziazëm shumë të madh, një dëshirë më të madhe për fitore, duket se kësaj radhe në këtë ndeshje me Moldavin, edhe pse na duhet një pikë, keni një lloj serioziteti të shtuar. Besoj që na brenda ekipit sigurisht që jemi të njëjtë, sigurisht që besoj presioni sa më afër je sa më shumë rritet, po prapë besoj që presioni transformohet mas miri në fushë në gjë të mira dhe në ndeshjen që do i japësh gjithçka dhe besoj presioni mund të edhe të ndihmon, nuk duhet të shqetëson, sidomos të them për besoj që për ato lojtarë që janë pak më të rinj, na që kemi pak më shumë eksperiencë do t'i ndihmojmë, besoj edhe trajneri e bën punën e tij dhe din ç'a i flet dhe sidomos e dim që jemi shumë afër, po prapë nuk duhet të harrohet sa kemi pas ecuri deri tani për me mrit në këtë presion të them, për me pasat aq pak që i ka mungu që me bo ëndrrën realitet të them. Termine foarte scurt, meciul e peste o zi. Jucătorii noștri care au experiență mai mic decât noi, ne dorim să le ajutăm. Avem jucătorii noi, numai că sunt în stare foarte bună, au mai mică experiență de cealalți, numai că să le ajutăm să ajungem să avem un rezultat în colectiv, un rezultat bun. Enon Skarqo, Radio Televizion Shqiptar. Berat,
Ne jemi të vetmet që I kemi mundur Moldavët dhe që nga I moment ata sikur janë transformuar si skuadër. Sa e vështirë do të jetë që ne të përsëritemi kundër tyre këtë herë në shtëpinë e tyre. Besoj sigurisht ka me qenë shumë e vështirë, siç kanë qenë edhe ndeshjet e tjera, të them drejtën. Ne do përballohemi si gjithmonë, si që edhe me ndeshjet e tjera, jo si vetëm me Moldavë, po prapë nuk të harrojmë që në Air Albania deri në minutën 60 kur e bëjti atë supergjujtja Asani, besoj që nuk kishim shumë raste për me dhënë gol, kështu që dim vështirësirat në këtë garë dhe sidomos besoj jemi përgatitur shumë mirë për mi përballu ato gjërat që duhet bëmi në fushë dhe të shkojmë të gjithë me një drejtim. Ne-am pregătit toți să avem, să dăm maximale în teren. Cam, cer scuza, mă, prea lung era. Ești și un job. Darte në dhe herë. Berat, Elvice Rexha, Supersport. 28 vite më parë në Moldavi merrnim fitoren e parë jashtë fushë. Nesër do bëjmë llogari apo do të kërkojmë një fitore që do të na mundsoj për herë të parë të dalim të parët në një grup kualifikues. Të them drejtën, unë tash besoj që gjithë ekipi, nuk besoj që do jemi në fushë për barazim, nuk besoj që asnjë ekip, edhe nëse je në ekip që është shumë, të them, në thonjza ma dobët ose e tjetra, nuk do ish kur në fushë për synimin me marrë një pikë. Kështu që besoj edhe ne në natyrë kemi që çdo lojë që futesh në fushë, e ke në mendje që të marrësh 3 pikët dhe kështu do jetë edhe nesër, sepse nëse nuk do ish me atë mentalitet, ke shumë mundësi për me gabu akoma më shumë. Noi intrăm în teren pentru să luăm un punct, nu numai de a juca un meci. Ne dorim să avem un rezultat bun, să avem un câștig. Question from any question from Moldovan media? No. Okay, mbaru me gjim shqipe? Faleminderit Berat, mund të vazhdosh të bashkohesh me skuadrën. Do të vijoj me pyetje për trajnerin Silvinho Popoli. Mister, kemi ardhur gati në fundin e këtij rrugtimi. Nesër kemi kundërshtar Moldavin, që këtu ka bërë ndeshje shumë të mira. A mendoni që deri diku mund të na favorizoj fakti që ata do të luajnë vetëm për ta fituar ndeshjen, sepse ne ndaj skuadrave që na kanë sulmuar, kemi arritur që të gjejmë hapësirën, pas kemi arritur që të bëjmë rezultat. Ci dà vantaggio il fatto che questa squadra gioca per i 3 punti, perché sarà in attacco tutto il tempo. Quando una squadra ci attacca può lasciare anche spazi, questo può tornare in un vantaggio per noi, se no colpire. Buon pomeriggio a tutti. Io anche quanto riguarda la domanda a Jimmy, è praticamente un po' lì, io che penso del calcio è che tutte e due squadre, sempre in tutte le gare, entrano per vincere. Il pareggio è una conseguenza di che uno non può vincere e l'altro non può vincere, il pareggio è una conseguenza, è quello il calcio. Non esiste, è impossibile gestire una gara già si pari, impossibile, da 25 anni che guardo calcio, è impossibile. È una conseguenza, tutte e due, loro entrano in gara domani per vincere. Noi andiamo in gara domani per vincere. Il pareggio è una conseguenza, ci mancano 2 minuti, 3 minuti. Il pareggio è la conseguenza del calcio che uno non può vincere. Certamente andiamo a una finale, siamo carichi, sappiamo che loro anche, è vero, loro sono fortissimi a casa, hanno vinto, hanno battuto Polonia, è una gara strepitosa, difficile, è un pareggiato con Repubblica Ceca, è una squadra fisica, difficile. Loro partono per vincere, noi partiamo per vincere anche.
Pra duhet ta rimarr nga pyetja që u bë Gjimshiti dhe duhet theksojmë që në futboll gjithmonë luhet për fitore. Nëse dy skuadra barazojnë, do të thotë që asnjëra nuk ishte e aftë për të fituar dhe barazimin unë e shoh gjithmonë si pasojë pra e lojës, jo si një objektiv për një skuadër kur hyn në fushë. Dhe nuk mund të menaxhohet ndeshja në këtë mënyrë duke menduar që duhet marrë një pikë dhe shkojmë për barazim, përkundërzi. Ne të dyja nesër si Moldavia si Shqipëria shkojmë me këtë sfidë për të marrë 3 pikët, as pak për barazim. Sigurisht është siç e kemi thënë gjithmonë është një finale për ne, karikimi i skuadrës si ekipit është i duhuri. Kemi parasysh që Moldavia është ekip shumë i fortë në Shqipëri. Në shtëpi ka mundur Polonin këtu, ka barazuar me Çekin, kështu që pritet të jetë një ndeshje vërtet e vështirë. Cum a spus și Gjimshiti, noi suntem aici pentru un meci bun, un meci frumos. Facem tot efortul să avem un rezultat bun, să luăm 3 puncte. Luând în considerație că Moldova nu e o squadră bună, au jucat cu Polonia, au avut un rezultat bun cu Polonia. Noi suntem aici pentru un rezultat pozitiv, pentru 3 puncte. Mister, si zakonisht juve I transmetoni futbollistëve atë mentalitetin tuaj, herë entuziazmin, herë seriozitetin, edhe kësaj radhe besoj se është dora juaj tek ajo që futbollistët kanë reflektuar si në konferencë edhe shtypit, por edhe gjatë stërvitjes. Por pyetja ime është kjo, sa e rrezikshme do të ishte nëse neve nuk I mbyllim llogaritë në ndeshje për kualifikimin në ndeshjen e nesërme? Quanto può essere rischioso il fatto se noi non vinciamo domani, cioè chiudiamo già da domani la questione della qualificazione. Quando può essere rischioso se noi non vinciamo domani, non prendiamo I punti che ci... Rischioso che vuoi dire? Rischiamo tanto se non vinciamo domani per le qualificazioni, se non prendiamo I punti giusti. Forse quanto riguarda la prima domanda, se ho capito bene, nel senso che il calciatore, sì, sono sereni, nel senso consapevole che sono coscienti che non è finita. Noi abbiamo fatto una bella gara a casa contro la Repubblica Ceca, però non è finita. Forse per quello sì, si trasmette a loro, loro sanno calcio è difficile, domani partiamo a una finale dura. Non pensiamo dopo la gara, pensiamo in gara. Come l'ho detto prima, loro partono a vincere, anche noi. Non cambia niente, noi andiamo con nostra forza, riconosciamo Moldavia, sua forza, fisicità, una squadra molto ben allenata, che ha i valori individuali forti, ha rientrato dopo un tempo Kaimakov, Mancino, ha rientrato anche Nicolaescu, posto là c'è un grandissimo calciatore, Koyokari, Ratta, Posmac, è una squadra forte, calciatore fisico che dopo ripartono veloci. Noi pensiamo solo in gara, dopo gara vediamo, però noi pensiamo che abbiamo una finale, sappiamo che abbiamo una finale e una gara molto difficile, molto determinante per noi domani. Ne jemi ndërgjegjëm për faktin që kemi një finale nesër, një ndeshje shumë vendimtare dhe shumë të rëndësishme. Është vërtet që edhe lojtarët e reflektojnë, po themi, seriozitetin dhe kjo është diçka pozitive, mendoj. Sepse janë të ndërgjegjshëm për faktin që s'ka mbaruar asgjë akoma sa I përket kualifikimit. Sigurisht kemi bërë një ndeshje shumë mirë me Çekin në shtëpi dhe jemi përgatitur shumë mirë për finalen që kemi nesër. Nuk besoj se ka një ndryshim sa I përket asaj forcës tonë që kemi treguar në këto ndeshje edhe sa I përket jashtë po themi. Luajmë dhe Moldavis një ekip kundërshtar shumë I fortë, shumë ekip I mirë organizuar, kanë shumë lojtarë që janë në aspektin individual janë goxha cilësor si Kaimakov, Nicolaescu, Postolaci, Posmac e të tjerë. Një skuadër shumë fizike dhe sidomos në fushën e vet shumë e vështirë. Noi mâine intrăm în teren cu tot forța de a lua un rezultat bun. Știm, suntem conștienți că avem
o squadra puternică, o squadra bine pregătită, cu jucători foarte buni, ca Nicolaeschi, și ne aștept un meci dur, totdeauna noi ne-am pregătit și mergem în teren pentru un câștig bun. Minister, që nga debutimi juaj, humbjen e keni fshirë nga kalendari, por vjen një ndeshje me Moldavin që është shumë e rëndësishme tashmë për kualifikimin, për vendin e parë, por edhe për rekordin që ju keni me serim pozitive të rezultateve. Për ta mbajtur këtë, do mundoheni të imponoheni si një skuadër që do të shkojë në Gjermani si vend i parë, apo me inteligjencë taktike? No, noi non pensiamo in avanti, pensiamo, come l'hai detto, Moldavia. Dopo loro, strategicamente la gara, loro sono una squadra fisica, forte, sfruttano tanto calci di piazzati, segnano, sono alti. Noi siamo una squadra che riparti bene in velocità, c'è una buona qualità tecnica, poi è un po' diverso, poi tu non cambia un atteggiamento completo per una gara, ma strategicamente, ma certamente noi dobbiamo prendere cura dell'avversario e prepararci bene. È una finale, noi sappiamo, i nostri calciatori sanno, abbiamo fatto 3-4 giorni di un buon allenamento, ancora mancano uno, però noi sappiamo che è una finale, noi siamo preparati per andare lì, pensiamo solo in Moldavia, 100%, e ci proviamo a fare il migliore al campo. Come fino adesso, come diceva lei, senso un percorso importante, è sempre, io penso che il calcio è quello lì, la frase rientra, tutti e due partono per vincere, dopo la conseguenza ma partiamo anche per vincere con tutto il rispetto, loro sono forti, non hanno perso una gara ancora qua. Luajm dhe Moldavi si ekip shumë i fortë që s'ka pësuar asnjë humbje në shtëpi. Trajneri ka dëshirë ta riktheksoj faktin që të dyja skuadrat do futen në fushë nesër dhe asnjë nuk do ty për barazimin, bërën që se do ndodhi barazim, do t'jetë thjesht pasojë e kësaj ndeshje. Sa i përket pyetjes, nuk mendoj për atë që do të ndodhë, po themi në të ardhmen apo për gjëra tjera përveç ndeshjes me Moldavi në këtë momente. Sigurisht që nuk mendoj se do ketë një ndryshim strategjie, kemi kundërshtar shumë fizik, i aftë në lojën ajër, në goditje standarde, shumë i rrezikshëm. Dhe sigurisht ne nga ana tjetër jemi një skuadër që nisemi mirë në kundërsulm, kemi pjesën po themi ofensive që kemi lojtarë shumë shpejt dhe cilësor dhe sigurisht që në këtë drejtim nuk besoj të ketë një ndryshim. Do të jemi shumë kujdesshëm për sa i përket kundërshtarit që kemi përballë, sepse kemi thënë dhe stërthënë që kemi një finale për të luajtur nesër dhe dim shumë mirë rëndësinë e kësaj ndeshje dhe mendojmë 100% vetëm për ndeshjen me Moldavin. Sigurisht, siç e thatë, kemi bërë një rrugëtim shumë mirë deri tani, por duhet fituar dhe kjo ndeshje nesërme. Noi mâine intrăm în teren, suntem conștienți că să avem un meci contra un adversar puternic. Moldova au jucători buni, are jucători fizic buni, cu forță enormă. Amândouă scoadrele știm că intră în teren pentru un câștig, pentru a câștiga 3 puncte. Rămâne să vedem mâine, noi să dăm tot efortul, cum dă și squadra moldavă. Sperăm, vedem mâine ce să fie. Noi oricum suntem aici pentru a făcut un drum lung, pentru nu ne gândim la nimic altceva, numai pentru un câștig. Mister, kemi një skuadër që në pjesën më të madhe ka lojtarë cilët luajnë rregullisht me skuadrat e tyre. Ajeti erdhi dëmtuar, Aslani pati probleme. Si e ke parë gjendjen e lojtarëve, a janë në 100% formës ashtu siç jemi mësuar të shohim në ndeshjet e tjera?
Poi quello è un lavoro della nazionale che è sempre difficile, hai che aspettare fino alla fine per fare una convocazione, se eravamo in 24, dopo si perde a Ieti, prendiamo Mersinai, poi è un po' quel lavoro. Dentro di quello che immaginavamo noi, poi no, siamo a posto, veramente siamo a posto. È certo che ancora abbiamo calciatori infortunati, però in questo momento pensiamo ai nostri che sono qua, praticamente sono loro che hanno fatto 60-70% della gara con noi, e andare avanti. Mi dispiace tanto per quello che in questo momento non può andare da noi, ma è così. Prendiamo un altro e andiamo avanti, un po' siamo a posto. Pra sa i përket pyetjes tuaj, puna një kombëtare është e tillë, është e vështirë. Sigurisht ti duhet presësh deri në momentin, një trajner duhet presë deri në momentin e fundit për të shpallur listën, dhe mund të ketë gjithmonë surpriza, mund të ketë lojtarë që dëmtohen apo probleme fizike, siç ndodhi me Ajetin, i cili për fat keq nuk ja doli dot për të qenë i gatshëm dhe ne morëm Mersina, por gjithsesi duhet të thënë që jemi okay edhe me këtë listë, sepse kemi lojtarët e duhur, dhe aktualisht mendoj vetëm për lojtarët që kam në dispozicion, janë pothuajse 60-70% e këtij grupi që kanë luajtur pothuajse të gjitha ndeshjet deri tani dhe kanë bërë shumë mirë. Kështu që jemi të kënaqur me gjendjen që kemi dhe nuk kemi probleme tjera. Suntem cu echipa pregătit bine, în stare bună fizică, nu avem probleme de sănătate la majoranța de jucători sunt jucători care au jucat toate partidele de trecut și sunt într-o stare bună fizică și suntem pregătiți destul de bine. Господин Сильвини, добрый вечер. Цель так близка, один шаг, одно очко, что иногда даже незаметно, как расстояние потихоньку начинает увеличиваться. Что психологически было бы легче для вашей команды? Поставлена задача завоевать одно очко и цель достигнута. Или если бы в последних двух турах вам нужно было в обязательной форме одержать 2 победы? Что было бы психологически? Как легче было бы психологически настроить команду? Спасибо. Pare rău în limba rusă. Psikologjikisht është anche o date troppo. În punct de vedere psicologică, cum si ndihet squadra? Në një moment kur kanë ngelur vetëm një ndeshje. Ma sei sicuro che partiu questa domanda di là? Në një moment kur kanë ngelur vetëm një pikë, keni ngelur vetëm për një pikë, apo ju duhen të 6 pikët në të ardhmen? Volete ottenere solo un punto che vi basta o volete prendere i 6 punti che ci sono in gioco in queste 2 partite? È come l'aspetto psicologico della squadra? No, la squadra è buona, è tranquilla, è serena, è consciente di che non è finita. Dobbiamo giocare una finale domani importante. Quanto riguarda il risultato, l'ho detto già, calcio si giocano tutte e 2 squadre per vincere. Il pareggio è una conseguenza che nessuno può tutto vincere la gara, è così, per tutte e 2 partono per vincere, non si fa calcolo, cioè, si va a campo 90 minuti per vincere, tutte e 2. Pra, në futboll dyja skuadrat luajnë për fituar dhe nuk mund të hyet fushën e lojës duke bërë llogari.
barazimi do të ishte thjesht një pasojë e lojës që e 12 minutave që prodhojnë dy skuadrat në fushë. Ekipin e kam parë gjatë gjithë ditëve në formë të mirë, situata është e qetë, lojtarët janë duke punuar me seriozitet dhe më vjen mirë të kuptoj prej tyre që janë të ndërgjegjshëm për faktin që s'kan mbaruar asgjë akoma. Kështu që nesër të dy ekipet, siç e tham, do të hyjnë në fushë për fitore. Mister, tu fatto cenno. Ambele squadre le entrano in terreno pentru un câștig. Nu contează, noi suntem pregătiți bine, avem o echipă bine pregătită, suntem în stare foarte bună. Rămâne să vedem mâine la teren. Mister, kemi luajtur një ndeshje me Moldavi dhe ato tashmë na njohin. Skuadra është konsideruar si surpriza e grupit. A na bën kjo më pak të avantazhuar, pasi tashmë nuk kemi surprizë, jemi realitet dhe na njohin më mirë? E bën më të vështirë këtë ndeshje nesër? Ci aiuta un po' il fatto che noi non siamo più la squadra sorpresa del gruppo, ma siamo una realtà, perché siamo al primo posto. Questo ci può dare un po' un vantaggio per la partita di domani contro la Moldavia, che ormai ci conosce, perché ha già giocato con noi. Abbiamo un'esperienza, diciamo. Ma io penso che vantaggio no, lo che mi ricordo da marzo è che era un girone e che il riparto di Ponto secondo me andava forte, sta succedendo. Ancora siamo a novembre, ancora abbiamo 4 squadre che lì sono in guerra, in lotta per prendere punti e andare avanti, noi siamo una di quelle lì. È vero che fino a qui stiamo facendo molto bene, siamo bene, a posto, non è finita, siamo conscienti di no, che abbiamo ancora tanto da fare. I domani andiamo a gara a 90 minuti a giocare una finale. Poi penso che un vantaggio no, per un'altra parte il vantaggio è arrivare qua in condizione di poter qualificarci. Questo è un vantaggio, però dopo si deve giocare. Pra avantazhi që kemi ne është fakti që jemi në këtë pikë të garës dhe jemi në lojë për të kualifikuar. Por sa i përket pyetjes, nuk mendoj se ka në avantazh në këtë drejtim. Unë që në mars kur po nisem po themi fushata kualifikuese, isha i ndërgjegjshëm dhe jam shprehur që kemi një grup shumë të vështirë përpara. Dhe objektivi ishte që të vinim nëntor në këtë kushte dhe kjo po ndodh realisht, ne jemi në një moment të mirë, por sigurisht jemi në një grup ku janë 4 skuadra që teorikisht janë gjitha në garë për të kualifikuar. Sigurisht avantazhi jonë është fakti që ne jemi më mirë se rivalet në renditje, por do të kemi parasysh që s'ka mbaruar ende asgjë, kemi shumë punë për të bërë dhe kemi pikë të tjera për të fituar që na duhen. Suntem într-o situație bună, avem anche niciodată nu putem să spunem că suntem primii. Mai sunt fiecare squadră sunt 4 squadre care se luptă pentru un rezultat bun. Încă nu putem să spunem că suntem la sfârșit, avem mult de făcut. Sperăm că trecem cu un rezultat bun. Oricum, noi nu suntem la punctul final. Mai avem mult de lucrat. Mirë, atëherë kjo ishte edhe pyetja e fundit. Ju falenderoj shumë për prezencën dhe ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.